Jemi në ditët e fundit të Ramazanit të bekuar dhe ashtu siç ju kemi premtu donatorët tonë të nderuar, prej ditës së parë të Ramazanit kemi vazhduar implementimin e gjitha donacioneve që kanë ardhur në boza ditore tek ne. Kemi filluar me shpërndarjen e pakave ushqimore gjatë në fillim të Ramazanit, me shpërndarjen e shumë iftareve në boza ditore që kemi shpërndar hapjen e bunareve dhe sot jemi duke implementuar sadakatul fitrin e donatorëve tonë, ata të cilët i kanë paguar vitrat në Islamic Relief Kosova. Ne i kemi shndruar në pakë ushqimore dhe jemi tu i shpërndar për familjet tona me fëmijët tim. Jemi duke shpërndar në Prishtinë dhe Fushë Kosovë dhe kemi me vazhdu për jetimat tonë në qytete të tjera. Krejt ata të cilët ende nuk i kanë dhënë vitrat e tyre, e kanë mundësinë që përmes Islamic Relief Kosovës të i dërgojnë tek jetimat të konvertuara në pako ushqimore, ashtu siç është edhe traditë dhe praktikë fetare. Kushdo që dëshiron me kontribu, mundësinë e ka përmes rrjeteve tona sociale me informu, me marrë numrin e llogarisë, po ashtu mundeni me dhuru sadakat, vitrat, zakatin e juj në webfaqen tonë që është islamicreliefkosova.org ose në qytetet tona të tjera ku kemi zyre e që informacioni do t'i gjeni në koment të kësaj videoje. Edhe një herë Allahu ju shpërbleft që i keni besu organizatës sonë çështjet më të ndjeshme që është sadakaja, zakati, vitrat e juja, edhe ne po mundohemi me përkushtimin maksimal që mbrana këtyne pak ditëve që na kanë mbet deri në Bajram, të gjitha sadakat që i kemi marrë të i realizojmë, të implementojmë të gjitha, veçanërisht sadakatul fitrin që e kemi si traditë edhe si organizat që asnjëherë vitrat nuk kalojnë, domethënë pas Ramazanit gjithçka shpërndohet para foljes së Bajramit. Allahu ju shpërbleft, Allahu ja pranoft gjitha veprat e mira që i kemi bërë bashkarisht në këtë muaj të bekat, edhe në emër të krejt familjeve tona, këtë fëmijëve, nanave me fëmijët tim ju falenderojmë, edhe inshallah Allahu ju begaton edhe juve në familjet e juja.